Të dielën e 5 prillit, qindra besimtar katolik, shqiptar dhe të huaj, u mblodhën në Vlorë për të kremtuar Pashkën, ditën më të rëndësishme të kalendarit liturgjik. Besimtarët morën pjesë në meshën e shenjtë të zhvilluar në kishën katolike Shën Luigi Gonzaga dhe Shën Maria, ku qysh në orët e para të mëngjesit, ambientet u mbushën nga pjesëmarrësit. E diela e Pashkëve shënoi ngjalljen e Jezu Krishtit, një moment me rëndësi të veçantë për të gjithë besimtarët e krishterë. Atmosfera në kish u karakterizua nga solemniteti, lutjet dhe tingujt e muzikës kishtare, duke përcjell mesazhe paqeje, shprese dhe besimi. Lexim prej veprave të apostujve. Në atë ditë, Pietri mori fjalën e tha: "Tani me të vërtet po e marr vesh se nuk I mban kujt krah. Ju e dini çka ka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galileja, pas pagëzimit që predikoi Gjoni, se si hyi Jezusin prej Nazaretit, e shuguroi me shpirtin shenjtë e me pushtet." Në hapje të meshës, Atë Sunil Kumar Horo përshëndeti besimtarët, ndërsa gjatë ceremonisë u theksua rëndësia e kësaj dite të shenjtë, e cila simbolizon jetën e re dhe ringjalljen shpirtërore. O hy, ti në ditën e sotme, në e hape derën e jetës së amshuar, të saj përfitores, sa të rilindurit birit tënë mbi vdekjen. Bëj po të lutemi që ne, të cilat po e tentojmë gjalljen e Krishtit, të përtërim në shpirtin shenjtë, të gjallemi në dritën e jetës së pasosur. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birit në gjë me ty, jetoni për të në bashkim me shpirtin shenjtë, për të gjithë, shepit i shepjve. Besimtarë të shumtë ndanë urimet e tyre për këtë festë. Disa prej tyre të ardhur nga India uruan shqiptarët për më shumë bekime dhe mbarësi, ndërsa të tjerë theksuan rëndësinë e fillimeve të reja dhe të jetës së mbushur me mirësi. Okay, today it's very blessed day. Ne vim nga India dhe duam t'i urojmë të gjithë shqiptarët gëzuar Pashkët, bekime dhe mbarësi për të gjithë. Një prej mesazheve më domethënëse ishte urimi që ringjallja e Krishtit të reflektohet në jetën e përditshme të çdo besimtari, për të sjellë më shumë dritë dhe shpresë. I uroj të gjithë besimtarëve kudo që janë, gëzuar Pashkët dhe paçi vetëm gjëra të mira dhe fillime të reja. Për të gjithë katolikët është peshë e rëndë, por të jemi të ringjallur brenda. Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall, edhe të gjitha problemet tona janë të shkuara. Dhe të mirat janë ato që na mbajnë gjallë. Krishti na mban gjallë. Ju uroj gëzuar të gjithë besimtarëve katolik, por jo vetëm. Mbar njerëzve, qytetit tim, popullit tim, të gjithë me radhë, gëzuar Pashkën katolike. Paqja le të mbretërojë në zemrat e të gjithëve, në familjet e tyre dhe të gjithë të dashurët e tyre. Qoftë një Pashkë e mbushur plot me qetësi dhe plot për plot me dashurinë e Zotit. Gëzuar. I wish everyone a blessed Easter and I wish Ju uroj të gjithëve një Pashkë të bekuar dhe shpresoj t'i kaloni bukur me familjet tuaja. Uroj gjithashtu që Jezu Krishti I ringjallur të ringjallet edhe në jetën tuaj dhe t'ju dhuroj jetë të re për të cilën foli prifti sot dhe që kjo jetë e re t'jetë edhe më e bukur fal Krishtit. Kjo festë e shenjtë përcjell mesazhin e Pashkëve dhe një thirrje për shpresë, paqe dhe një fillim të ri për të gjithë njerëzit.